Është e papërfillshme, mund t'i thush qytetarëve deri në sa e keni ullur. Na thuaj, konkretisht, pas ke qenë në zyre. 84 milion euro borxhe janë kryer prej shpërndësimeve. 84 milion euro borxhe, t'juja që keni lënë. Dhe kemi trashëguar 347 milion euro obligime kontraktuale, cilat nuk i keni përfunduar. Dhe çështja e rrugës, çka po them? Nuk ka më në Ministrinë e Infrastrukturës projekti cili fillon pa u kry shpronësimi, projektimi, zotimi i buxhetit. Ky është dallimi jonë me ata më herët. Dhe po vazhdoj të projektet. Në rastin konkret nuk është kry. Në mandatin e parë janë shtruar 65 kilometra rrugë në veri të vendit. Urat në Mitrovica po i përdorni aty të ndërtuar urën e re. E përdorti në herë, a ke qenë në Mitrovica? Na përdorim urën e Ibrit, na përdorim urën e Ibrit, na përdorim urën e Ibrit, cilën ju keni thonë se keni me hop. Dhe përmendin një element tjetër. Ato filma, a di kur dishit me matë me ministrin e punëve të mbrëmshme apo e mbon ura tingu me kamion, po çka keni po matë po? E ke urën shko përdore. Je e lirë, po. Apo del veri përmes urës aty. Gjithmonë kemi dal. Kurs jemi dal. Apo del përmes urës tash. Kurs jemi dal, lërat madhe. Pastaj edhe te banka s'ka ka një të pavërtet, më vjen keq sepse mendoj që ke qenë shumë i butë me kuptimin se çfarë ka bërë qeveria. Ministri i punëve të mbrëmshme për incidentin e Bajsës ka marrë vesh në lajme kur e kanë marrë vesh gjithë qytetarët e Kosovës. Po të mos ishin aleatët tanë. Ministri i brendshëm ka qendruar në Bashkurat e Amerikës për këto gjëra. Sa për ju. Ju e keni bërë 20 vite apo? Po ju ku ishit deri 2021? Që nuk shkuat andej në veri. Gjithmonë kemi shkuar. Kush i ndërtoi? 65 km rrugë, kush i ndërtoi atje? Gjithmonë kemi shkuar. Po flas për investimin veri që janë bërë. Kemi bërë investime edhe në shtëpi, edhe në gjykata, edhe në shtëpi sovranitetit, edhe në pikat të zyrtare. Qeveriu e ka zbulu pas vitit 2020. Dhe përmendin një element tjetër. Unë personalisht komponuar veri, tash po ta kalojmë fjalën ty. Personalisht në këtë pikë, jemi të ditë Mitrovicës për ka marrë rolin e moderatorit. Nga viti 2007 dhe 2010 kom shku, me që jam jasoj pjese, në atë kohë kom shku se një kodër i ri, me i mbajt ata banor atje, kemi shku çdo ditë, kemi punu në veri, në Bistriz, Valoni, besoj e din ku është Bistrica. Edhe Ceraja. Edhe Zhazha, edhe Lipa dhe Politika. Unë jam prej fshatit Ceraj. Me thonë, unë veri. Kemi bona rrugën. Unë veri shkaj, me thonë, prej se ka përfundu lufta, po disot e